tek pjesa fitnessit janë shumë ma shumë reale. Nuk është që bujnë shumë ndërhyrje në atë aspektin me përdor proteina, me përdor gjona të ndryshme, shprica, po mendoj u fry për më dok ma bukur. Po, a munda? Po. Po çdo herë ki më konë resorje paragjikume. Te rasti i trupit që përmend Ylli është për shembull unë nuk kam asnjë ndërhyrje në trup. Edhe kur kom pas kontakt me njerëz ose me gra, do thotë secila më ka thonë ti boganien se ti e ke bo gjoksin, i ke bo vithet, i ke bo, do thotë prapë edhe ti nëse je real, që ceke, prapë ti ki më koni paragjikum për njerëzve. Pse se të kam po aftyrën që ke qitë pak filler, e ke mush botox mush 3, do thotë çdo herë je prekne për tyve. E rëndësishme është që në këtë botë nuk kemi armë për qytë qëve. Kështu që e rëndësishme është mundi mirë ti me vetën tonë, po. Nuk ka problem se çka thonë njerëzit e tjerë. Unë mendoj që qëndrimi yt, qëndrimi sjelljes sone e ti kam punë e bën, do thotë më të madh njerin krahasi me fillerin e botoxin. A kisha mujtë me marrë si shembull baftën që t'aspekt? Aty e ke. Deri sa është këtu, folë qatë dush, mos më konë këtu s'kisha lirë. Unë e njoh personalisht baftën, kështu që niku nuk është që kemi pas shumë kontakt, shkaku i angazhimeve dhe obligimeve tjetës, po unë e mbaj men baftën atë kohën kur ka pas ekstremisht botoxa, do të thotë që ndoshta kjo në atë kohë fillera, se botoxi filleri dallën. Okej. Nuk është që marrë vesh këtë pjesën në ndërhyrje une, për këtë arsye. Prapë se prapë nuk jam as kundër ndërhyrjeve. Do është ta me thonë që baftja në atë kohë ka pas për shembull fillera, po? Fillera edhe që ka qenë shumë komentuar për fillerat e saj, gjë që unë e përgëzoj në atë kohë që o dalë nëpër media, nëpër rrjetet sociale dhe i ka pranuar këto gjëra që janë pakica e femrave që dalin edhe i pranojnë. Ama ka dalë edhe kur u bë pishman e ka filluar me i shkri. Po, këtu do është ta me dalën. Do është ta me dalë që ndoshta kjo në një kohë të caktuar ka qenë ndikuar pi rrethit shoqërisë edhe për njerëzit që i ka pas afër vetes. Ndoshta e keni ndivim, ndoshta s'po do kush bukur edhe unë ndikuar në atë kohë. Kjo ai ka përmbush. Qenë ndikuar, mos fol ti për këtë. Jo nuk kam qenë ndikume, po kom pas asi raste kur kom pas komente, kom pas bullizime, kom pas fjalë që do thonë, nështë anaj herë më kam prish notën, po nesrit jam që 2 herë ma e fort, edhe nesrit e kom po nështë që vetë e ka ndryshu, që ato që më kanë shajt e ka ndryshu në një moment është një farë ndikimin. Ose më kanë shajt në rrjetet sociale, e nesrit më kanë përqafe, më kanë thonë, zemër sa mirë po do, kështë ose kretë në rryshe për televizionin. Cilës i ke besu? Unë e kom lujtë, do thotë, e kom edhe njetën e përdeshme që cilë mirë me gjithë, e kam paraqit ciljen teme, thjesht ato e kam... Ishtë një pyetje për baftën. Bafta e ndiku ma shumë për mi bo, fillera ta për mi hek. Faleminderit në kratë të majtë e kam shumë bashkëprezentus. Momentin që kom kuptu une, që kom shumë fillera në ftyrën tem, edhe kom kuptu që diçka nuk po shkon... Vete ke kuptu, nuk e ndiku për me hek. Ti, ajo, kjo, do thot personi tjetër më kanë thonë, po, e kom ditë që po ma dojnë të mirën. Shumë mirë që ke marrë pozitivisht. E rinë mosh, Resul, kom thonë pse nuk është të nevajshme me pas ato. Po, gjendja, do thot, mas jem ftyrë publike, edhe kom e thonë, hajtë së nështë ta ma mirë do kom televizion ose dishka, për këtë arsye i kom bo. Po përdej jemi ftyra publike, ne nëse bëjmë dishka keq, e kemi obligim t'ja tregojmë publikut që jemi gabim edhe duhet me përmirësu atë gjak, kështu që për këtë arsye Resul e kom marrë iniciativën edhe kom dalë që shumë femna mu diku për meje, me marrë mësim për meje që mi shkri se vetrinia është fjale bukur, kështu që e kotë që i bojmë. Okej, faleminderit shumë. Alban, tha diçka shumë interesante Albri, tha e krijojnë në Instagram ose rrjetet sociale me aplikacione një figurë të vetën edhe vinë thojnë po du mu bë tash kështu. A ka kaq shumë divergjencë, po them? Ka kërkesë.